Një ndër pak gjëra në të cilat Berisha ka shkëlqyer këto 35 vjet është diversioni ndaj kundërshtarëve. E ka këtë një shkollë të konsoliduar politike, qysh kur pati arrestuar Fatos Nano në burgun e Bënxës dhe sajote letra në emër të tij kundër drejtuesve të PS-s për t'i përçarë dhe për t'i rigrupuar në interes të tij. Pasioni i tij në këtë pikë, vit pas viti, u kthye në një shkollë politike, nga e cila, për hir të së vërtetës, ai mbijetoi. Kështu u përfshi përsëri në diversionin mes Nanos dhe Metës në vitin 2001, duke e kthyer politikën shqiptare në trepolare, nga e cila përfitoi ndarjen e PS-s dhe riardhjen pushtet më 2005. Kjo është dhe vetmja shkollë politike, mbi të cilën e bazon suksesin deri në ditët e sotme. Prej së premtes, kur SPAK ka marrë të pandehur zëvendës kryeministren Balluku, ai është hedhur në sulm përsëri. Fillimisht hodhi tezën që Balluku ka çuar protestues para Bashkisë së Tiranës kundër Veliajt. Tani, Balluku dhe Veliaj vërtet mund mos e duhan njëri tjetrin apo të jenë edhe në armiqësi, por protestat para Bashkisë së Tiranës janë të filmuara dhe shumë transparente, dhe aty kanë qenë rregullisht 10 vet nga PD-ja dhe 30 policë të Bashkisë. Nëse ka pasur fjalën që njerëzit e Ballukut ishin Belindi dhe Kalaja, atëherë pas ka zbuluar grup armiqësor në PD, sepse nga PS-ja dhe Balluku nuk ka pasur njerëz. E vazhdoi më tej këtë diversion pastaj duke u marrë me Elisën kundër Ballukut dhe në fund u zotua se do të protestojë kundër Edi Ramës. Ky në fakt është banaliteti i një udhëheqësi që nuk ka popull dhe shpreson që mund të ngjall diversion duke u mburur se ka marrë popull hua mas socialistët për protesta. Kjo nuk është e vërtet, por edhe po të ishte, është një e vërtet që turpëron atë. Socialistët kanë të drejtë të zemërohen me udhëheqësit e tyre dhe nëse kjo ndodh, ata kanë mënyrat e tyre se si i përballin ata. Kjo deklarata e Berishës tregon se ai, kur flet për protesta, ka parasysh mercenar. Madje mercenar të marrë nga pala tjetër. Kjo thjesht tregon se ai është një udhëheqës pa popull dhe paralajmërimet e tij për protesta bazohen tek shpresa se mos i bashkohet ndonjë socialist. Për fatin e tij të keq, ky pushtet nuk rrëzohet dot, as me protestat e tij dhe as me mercenar, por me zgjedhje. Dhe në zgjedhje, njerëzit i peshojnë të gjitha problemet e qeverisjes, korrupsionin e saj, përballjen me drejtësinë dhe Sali Berishën. Emri Berishës mjafton vazhdimisht që çdo hall që ka pushteti të balancohet dhe peshorja të shkojë prap nga këta që janë në pushtet. Ndaj edhe nëse vërtet Berisha mendon se mund të bëjë diversion duke shpikur mercenar të PS-s në protestat e tij, nuk i bëjnë punë, pasi Edi Rama ka vetë Berishën sa 1 milion mercenar që nuk e lë të rrëzohet nga pushteti.